Nesër është festa e Bajramit. Falenderimet I takojnë Allahut Madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. E nesërmja është festë. Festa është nesër, por çka do të thotë të qenurit festë dhe si duhet jetë festa? Nuk është festë për atë që vesh rroba të reja, e as për atë që krekoset me disa grosh dhe qindarka që ka me vete, por festa e vërtet është për atë që e ka frikë ditën e gjykimit dhe ja ka dronë dënimit të Allahut të Madhërisëm. Nuk është festa muzikë, dëfrime e shëtitje të ndryshme, por festa është falënderim ndaj Allahut të Madhërisëm për mirësitë që të ka dhënë, është paraqitje e begative dhe të mirave që Allahu I Madhërisëm të ka dhuruar, si dhe ecje në kordonin e besimtarve, lundrim me anijen e muslimanëve dhe solidarizim me brengat dhe hallet e tyre e asesi për ngjasim me mosbesimtarët. Çdo festë ka rregullat e saj që duhen ditur, andaj edhe festat e muslimanëve kanë disa rregulla që duhen ditur me do e mos, në mënyrë që të festohet konform dëshirës dhe vullnetit të Allahut Madhërisëm. Ngrënia në mëngjes. Në mëngjesin e Fitr Bajramit duhet ngrënë diçka në mëngjes para shkuarjes në namaz të Bajramit, dhe kjo bëhet si formë e nënshtrimit ndaj urdhrave të Allahut Madhërisëm, ashtu siç kemi bërë gjatë agjerimit, duhet të bëjmë edhe tani. Zekatul Fitri, apo siç njihet tek ne si fitret, kjo jepet për të pastruar agjerimin prej ndonjë lëshimi eventual që mund të ketë ndodhur nga agjëruesit, e po ashtu është edhe një dëshmi e solidarizimit me nevojtarët dhe me skamnorët, duke dëshmuar edhe njëherë shpirtin e tyre human dhe solidaritetin me njëri tjetri. Veshja e bukur. Çdo besimtar duhet vesh rrobat më të mira që ka në këtë ditë, nga që është ditë feste, dhe me anë të kësaj nuk është për qëllim që të tregohet mendjemadhësi apo mburje, por qëllimi është që të tregohet mirësia dhe begatia e Allahut të Madhërisëm ndaj besimtarëve, ndaj kjo bëhet në shenjë falënderimi ndaj Allahut të Madhërisëm për mirësitë e dhëna.